Arsyeja e vizitës të një grupi prej 15 apo 20 personave. Fillimisht kanë ardhur si inspektora, pastaj ka dalë që janë të ministrisë me një vendim që me datën 2/7 ministri në detyrë Armend Muja 1/9/18 ka marrë vendim për një kontroll urgjence për qumshtorën Vita. Ne kemi prit në zyre dhe kemi kërkuar nga ta që të prezantohen për çka dhe kush kanë ardhur, se ka qenë një numër shumë i madh. Neve na ka ardhur vetëm kjo nga këshilltarja e ministrit dhe jo nga dikush tjetër. Për fat të keq, më thonë që ka pas grup punues, të cili grupi punues nuk është marrë fare me neve, ka pas të Ministrisë Tregtisë Industrisë edhe të AVUK-t. Pastaj të gjithë këta kanë filluar në vizitë në fabrikë. Desha aty njoftoj që vendimin për pezullimin nuk e ka marrë as ministria, po nuk e ka marrë as AVUK. Këto kemi marrë neve si bord. Arsyeja e këtij vendimit ka qenë se janë marrë mostrat të qumshtit Vita 32 me pretendimin të analizës. Ne kemi thënë prap, ju bëjmë apel që sa më shpejt që është e mundur të bën analizat, të publikohen dhe ne jemi të gatshëm që sot apo nesër të fillojmë grumbullimin. Ajo që ka shkaktuar reagimin tonë publik, lidhur me mënyrën, ka qenë sigurisht lidhur me përbërjen e personave që kanë qenë aty, për shkak se nuk kanë qenë vetëm inspektorët që na kanë vizitu, sepse inspektorët nuk janë 15 vetë, inspektorët vinë përbërje 53. Në këtë rast kemi pasur edhe një grup punues, përbërje krejtësisht politike, përkatësisht ka qenë këshilltarja politike e ministrit, edhe ka qenë një person tjetër i cili është konkurrent në treg me ne, edhe kanë qenë pjesë e grupit të inspektorëve. Sigurisht që ato ka qenë pakënaqësi nga ana jonë se ne inspektorët i presim, i mirë presim. Mirë për ne nuk mundem ta mirë presim dikë që s'pari nuk tregon me çfarë mandati ligjor vjen te na, dhe se i kemi treguar që vendimi i cilin është thirrë dhe ka nxjerrë ministri, për neve është vendim i paligjshëm, sepse njëjti nuk ka kompetencë ligjore për të nxjerrë për të çuar inspektor për të kontrolluar inspektor.